Shija e anës mundësohet nga Ciao Berto, Franke, Monini, Ponti, Riso Scotti dhe uji Tepelen. Shija e anës. Mirëmëngjesi shikues, ka do që përna ndish në këto momente. Do të gatuaj një salat për të ftuarin tim të parë shikues vegan. O zët, s'kam koment, ja. Atëherë ishte shumë i ri, prape kemi të ri, atëherë ishte endem me i ri. E kur s'mundën të gjej fjalë që më kupton me sy. Ana! Lushim durt. Që sa e bukur majnë ere? Vegan, a mërë normal shikus? A mërë normal? Ja. Që nësë mangën mirë? Mirëmëngjesi shikues, ka do që përna ndish në këto momente. Kënaqësi që edhe një javë, edhe një epizod, edhe një iftuar dhe edhe një recet do t'i shoqëroj me shijen e anës tonë këto momente në Klan Kosova. Jemi live pashtu shikues në kanalin tonë zyrtar Shija e anës në YouTube. Subscribe të gjithë ju që dëshironi t'jeni të informuar për recetat të ftuarit. Ju ka ik diçka edhe veç që dela të trek receta e radhës. Me shpresën që jeni mirë në disponim. Unë që s'jom fort mirë, s'jom pak smut, po përsëri, kur jam me ju, kur ju drejtohen përmes ekranit, përmes kësaj kamere, shikues që jam me Cakin. Caki, a je mirë? Mirë, në formë Caki. Sot e kish vesh një majic tepër interesant, shikus. Krejt e zez, e mrapa ke një portret me lule. Shkoj pore këtë majic, Vambe, jo po kunati. Ka bo këtë biznes, ka printu, ka shqitë online, mos shatë. Ta shtja bledi majica. Ka manë si lullet tona shikues. Po e përshëndes, Tulipan Flower Shop i gjeni në rrugën Recep Luci në qendër Prishtinës. Ja fra çfarë trëndafila të vegjël. Edhe pse pak nuk i kemi mirë se ka ndajt në veturë dhe temperaturat e larta. U ka ratë fikt. Por, i pyta vajzat e Tulipan Flower Shop, thënë anë futi në ujë dhe këto me kalimin e kohës do të marim përsëri, do të frymojnë dhe do të fjellin. Gëzojni dikë me lule, mos pritni 8 marsin, 7 marsin, Shën Valentinin, të dhurojmë lule ko pas kohë e mënyrë spontane, besomni që ma shumë e gëzoni atë person. Ja nisi për vetë vetës, Vjen ai Shën Valentin, anaj 8 mars. Presim gjithmonë lule, Atëherë, po shini që i kam radhit pjatata, kemi dredhzat. Ja, kemi dredhzat të cilat i kam pastru, i kam pre, dhe sot do të gatuaj një salat për të ftuarin tim të parë shikues vegan. Mbi 130 recetat e Shija e anës, unë vegan s'kom pas, është i pare. Thash, hej, a mund me ta buj thash një salat me djath, kur lexova në internet, as djathin, as mishi nuk e hanë. Okej. Me qenë se jemi në stinën e lullëzimit, dredhza është koha e dredhzave, tash do të bëjmë një salat me rukolla, me dredhza, me arra, me rushtat. Tash ati vendosim mjaltë, jo ta nuk e ha mjaltë. Tash u kryt, pa mjaltë dhe ta bëjmë. E kemi këtu të famshmin nga Ponti balzamikon që e kemi, do ta dekorojmë së teksturë është të trashke, është si mjaltë, tash pak e ëmbël, po e di që do t'i pëlqej. Atëherë, kë kemi sot të ftuar?
Sot kam një të ftuar, të cilin e kam intervistuar rreth 5-6 vite më parë. Atëherë ishte shumë i ri, prapë kemi të ri, atëherë ishte ende më i ri. Edhe kishte filluar me këndu. E ka zonin shumë bukur shikues. Po fillonte firma VIP. Ha, e thash ta lëshoj, qollova në shpet, shoh kush po futet. Kur e pash Kubën. Ndryshe, emri i tij i vërtet Shkelzen Rexhaj. I lindur dhe i rritur në Gjermani, me preardhje kemi nga Zërza e Istogut, ka studiuar pedagogjin dhe psikologjinë, edhe ai e ka marrë si eksperiment futjen e tij në fermë. Nuk shndroi shumë, doli, do të flasim me eksperiencën e tij në fermë, si ishte të jesh me një vend natyrë, me kafshët, me shtazët, me njerëz pa njoftun, një jetë krejt tjetër nga ajo e përditshmja. Do të flasim për planet e tij, për këngët, ka marrë pjesë në këngën magjike 2 herë nëse s'gaboj, po është e vërtet? Duket se po, 2 herë ka marrë pjesë në këngën magjike, vitin 2019 dhe vitin 2025. Ka paralajmëruar që do të sjell këngë, sot na ka ardhur nga Gjermania, direkt në Prishtinë, vetëm që jetë pjesë tek Shija e Anës. Kemi shumë për të folur me të shikues, kanë ardhur pyetje, komente, e komplimente kesh të thonë, jo komplimente do t'i jap unë shikues kur na vjen këtu. Por, para se me shku me një reklam, sepse do të gatuajmë një sallatë që i merr kohë hiç më shumë e hiç më pak se 3 minuta, po du me falenderu salonin Le Estetik Prishtinë, që tashmë e dini, kemi pas në emision Dashi Krasniqin, floktarin e njohur dhe shumë njohur në Gjermani, tashmë na ka shoqërën në Prishtinë. Këto flok janë rregullu para një 6 orëve shumë moti, po mirë po qëndrojnë, ja ata është pak ma ndryshe sot shikues. Për grim që gjithnjë Jana Isufi, ju që keni shumë dasma, kërkojeni Jana Isufi në Instagram dhe nuk do ta njihni vetveten, unë si gjithnjë me grim natyral. Tërsa ju që po renovoni shtëpi dhe keni blenë ndoshta në shtëpi në Kosovë, e janë Ciao Alberto dhe mund të bëjeni me kuzhinë 100 herë më e mirë se kjo e imja, sepse këtu ka qindra kuzhina. Dhe sot do të gatuajmë produktet italiane, sot kemi pontin, 3 produkte nga ponti, 2 lloje të uthullës dhe vaj me aromë limoni nga Monini. Kjo është bomba e sallatave, është bombë për marinimin e pastave, e tjerë. Ujë tepelen me Kubën, sot do të pijmë ujin shqiptar, tepelenën ujë më i mirë, dhe do të realizojmë intervistën. Mos ndroni kanalin, shndroni me Shijen e Anës dhe Klan Kosovën dhe kthehemi për gatuar sallatën e cila na merr kohë hiç më shumë e hiç më pak se 3 minuta. Shikues, tani është momenti për përgatitur një sallatë. Është një pjatë freskët e shëndetshme me shumë vitamina, duke filluar prej arrave. Pastaj kemi rukollën, kemi rushin e thatë dhe kemi drethzat. Të ftuarin e kam vegan, po s'ka lidhje, edhe na që jemi vegan, i hin me ftyrë kësaj sallate sepse është shumë e shijshme. Atëherë, pa humbur kohë, po fillojmë pra këtu kemi rukolla dhe në tek rukolla do ta vendosim, direkt do t'i vendosim rushin e thatë, ja kështu, dhe arra, të cilat i kam ngri më herët. Tani do të vendosim pak dete, pak piper të zi, mjafton. Tani, këtu kemi uthullën, kemi 3 produkte nga ponti, kemi uthullën e mollës, ja, keni mollën e kuqe, sepse keni edhe uthull nga molla e gjelbë, ka doni. Dhe këtu e kemi pontin tjetër, ja, e kemi këtë aceton balsamico të trash, si mjalta. Pra kemi edhe drezën këto dhe kështu pa humbur kohë. Tek sallata do të vendosim uthull molle, po shumë pak. Ja kaq, u kry. Shumë pak. Pasi, këtu kemi super vaj, në qoftë se nuk e keni ble ende moninin me aromë limoni, ja është kjo këtu. Pra kemi moninin, por moninin me shije limoni është fantastike. Ja, vendosim tani vaj, ja pra. Shkojmë në vaj, mjafton, është mjaftueshëm. Dhe tani, çfarë do lloj
luge, piru, unë e ka marrë pincetën, me pincet, ja, do ta përzije mirë, ose mund vendosë një dorës, a me dorës hala ma mirë. Ja, kështu, do ta marinojmë mirë. Ja, pra, do ta marinojmë kështu, mirë. Kemi arrat, pra, rushin e fatë, o zot, duket fantastik. Okej, shikues, ju thash që mund ta përzini si çdo ne, por tani ta vendojmë dorëzën, ta vendosim dorëzën, do ta marrim këtu një pjatë. Thash krijojmë një kontrast. Të ftuarin e kemi gjini mashkullore, ta shkojmë me një pjatë ngjyre kaltër të hapur, pasi që e kemi edhe dredhën, e cila është e kuqe, do të krijojmë një balancë dhe ngjyrë. Ju thash që edhe me dorëza është mirë sa marinojmë, ja ta marinojmë një herë. Ja, pra, sallata duket fantastike, ja, o zot. S'kam koment, ja. Tani, me ndihmën e dorëzës, ta vendosim sallatën tek pjata, se do t'i kapi më mirë arat edhe rushin. Hajde shkojmë bashkë. Kështu. Dhe tani, do t'i kapim arat. Ja, pra. Me dorës e keni më lehtë sepse kapen më mirë. Tani do t'i marrim dredhzat. Ju mund t'i mirni dredhzat dhe t'i marinoni edhe brenda sallatës, qysh t'ja u dënë gjoçka e zemrës. Por më herët kemi pas sallata t'tilla, edhe hajtash sot do të shkojmë ndryshe. Ja, do ta mbushim kështu kuq, na duket pjata ende më e bukur. Ja, pra, kështu. O zot, shikoj sa bukuroshe. Dhe tani kemi këtë bukuroshën tjetër, e cila do ta zbukuroj ekstrem shumë. Përveç që do ta zbukuroj pjatën, kjo do t'jep edhe shumë shije, pasi që e kemi edhe të trash, edhe të ëmbël, o zot. Ja, kështu. Dhe ja, pra, do ta dekoroj në këtë formë. Wow, shikues, studi Picasso. Kjo është pra pjata, ja, nuk ju vjen shkollë, shikues, e thjeshtë, se bile kemi internetin, e se nuk e pash në internet, shkova me logjikën time, sepse fola me të ftuarin, tash du me ta bëj një sallat, kota i ha këtu, ja pra, keni ndonjë mysafir, sepse jemi mësu sallatën me pas në vangëll edhe pastaj me servu pjata, pse jo, pak nga pak, secili të ftuar, nëse keni mysafir në shtëpi, dhe ju duket kinë se jeni në restorana, sepse kur diçka duket e bukur dhe mos me qenë fort e shishme, duket e mirë dhe se është e bukur. Pak shaka, por një sallat e shëndetshme, e shishme. Krejt ju që sa po e një zhu se keni pasi pregaditet 3 minuta pun kur përfundon emisioni, e gjeni në YouTube të Këshia Anës dhe ju bëft mirë. Këtu kemi pak për mua dhe cakin. Cakja e undë? Pak. So që pja murësinin për cakit po. Ndërshta dhe juve shikus, po është fantastike. Dhe zilja. Sa tash po shkojmë me një reklam, por na erdhi ftuari. Po shkojmë po ja hapim derën, mos tregohem me keqe, e pastaj bashkë me atë e kërkojmë reklamën. Mos ndroni kanalin. E kur s'mundën të gjej fjalë që më kupton me sy. Ana! Hajde! Erdha! A më orë shikus ajo? Wow. Vetë. Hajtë, po vi. Hajde, këshirë drezat. Hajta marri me një harrova më angë shikus dreza. Kështë ka pregadit këta. Dhjetë kush. Lushim durt. Që sa e bukur majnë ere? Vegan, amërë normal shikus? Amërë normal? Ja. Që nësë më angër mesh? Që nësë më angër që e bëha pa? Pa, shien e kam pas mirë, pa. Shien e kam pas mirë, halo e kanë të mirë, bësaj që. Që sanë mesh? Pse? Se? A pse? Për shka kafshëve. I kom pa disa video që shi trajtojnë atje në Gjermani edhe në disa vene tjera në Evropë edhe e vendosa që nëse unë e kom mundësi me jetu, pa morë pjesë në qatë keq trajtim, që ashtu jetoj. Bravo, duat rukitje. A vëllë të përshafu? Hajde, u banën disa vite, a? I gati 6 vite shiku se kom pa Kubën.
Edhe prime, u befasova kur të pash, thash Kuba, me ardhë mirë për ty, beson. Po? Në të flasim ma bëm po. Po fillimisht a ka ardhë unë. Po, edhe tash mund të edhe ma shumë. Unë e zdi kjo, që shtojnë që kusa neve në angellë, në dhëmë, neve s'na ngin kjo, po shpresoj që ka me të pëlqynë qije. Edhe unë shpresoj që ka me të Ka pëlqynë. arra, ka rushtat, ka rukola. A i hanë rukola? Rukola e rrallë e ha, se ka shijen shumë të fort, po unë e kom një që shija e anës, është shija e mirë. Okej. Kështu që kam besim nga te që ka me Kom mirë. zbut shijen, beson. A e dim se? Pse? Kalzoj ma bëm. Shkëra me reklamë. Okej. Një reklam. Po t'alo ty me zërën e bukur marketing, mos ndrani kanalin. Marketing, mos i ndrani kanalet. Shikuj se kapa. Nuk e qita unë e pjatë, heqe mora një lukë, shtu. Hajde ashta provojmë me lukë. Ako mu diçka? Hajde të provojmë. Bismillah. Bismillah, po më shumë jep po me. Pa e marrë mirë për funi arën, këtë. Pa e shjur. A e shikus t'i vendosit sa dreza këto? S'po flasur e? S'ka fjallë. Aja kom zbut që jenë. Shumë. Për të qanë? Tepër shishme. Shishme. E kom marinu me vaj nga munini italian, që është me shije limoni. Sa mirë përshkon edhe me farat edhe me Arat, dreza, e me ara edhe me dreza. arat dreza shikus. Po edhe rushi i thatë, se më tha nuk du mjallë, nuk e ha mjallë. Rushi i thatë mund të them që është vula bashkë me limonin, të bëf mirë. Për mu knatësi kur pëlqejnë recetat, ku e kam, ja. Të bëf mirë, mirë. Nuk më shëndur të ana. Ues, wow. Ma qanë receptin, a ku e gjej? Okej, në YouTube, kur kryet emisionin. Po në me. Ky është vaj munini, në Kosovë është shumë i njoftën, është më i miri italian që e kemi në treg. Dhe kjo është me shije limone dhe këto momente po ta bëj dhuratë. Po? Po. Ue, Mere kusë në faleminderit. Gjermani, edhe bon salate. Sigurisht po atje, po e ke dhuratë nga unë, Faleminderit shumë ana. bëf të mira. Edhe, këtu e ke një çantë, ja, fut e vajnë këtu, me disa nga produktet më të mira italiane. Wow. Disa janë për ty sepse je vegan, e ato që jo, ja jap mamit. Ja, dhuratë i ke nga ne. Faleminderit shumë. Më është milon që atje. Wow. Edhe, se anala bukën, po, hajtë se hanë. Tu e kini voucher nga Ciao Berto, nga këtu ku jemi, nga shtëpia më e madhe e mobiljeve made in Kosova, të cilët numërojnë mbi 300 punëtor. Mbi 300 familje ushqehen nga Ciao Berto, gjithçka është prodhim vendor këtu. Kurdo që të vjen në Kosovë, pa afat e ke voucherin 20% çka dush frytzoje. Faleminderit shumë. E ta shikusëm kanë met arrat në dhëmë, po e hapim ujin të pelen, është uji shqiptar, Surali pash të pelena, Sa bukur e kanë edhe a këta. veshë sa bukur. A ke pi ujë të pelen? Ja. Jo? Hajde ma për jo. hajnë, hajde shia anës. Që pak ujë, a pin ujë të regam. Unë veç Je ujë pi. vegan, veç ujë pin? Po edhe para se jam ba vegan, veç ujë pëm pi. Bravo. Pia, ma e shëndetshme, edhe ma e lira shikus, pëse kemi dhurat nga Zoti. Qa shtua? Je? Prej arse të tonë që janë rrit me ujë. Zuar, Gëzuar. mirë se na erdhe. E mirë se e gjeta. Shikues, duke fol me Kubën që kam i gatu, tash po i bëj gyrek në spanaq në fërtere. Ashtu sigara bëre që i bëjnë turqelit. U dëshprup. O, tha s'po bën burek, ha? Valla i tha s'jam diçka me disponim, diçka sot fort po të bëj sallat, po besoj që ma mirë ja ka qitë shikus. Për me. Ja ka qitë ma mirë? Që ato e mësove me pas besim nga ana, kur vendosë si diçka del mirë. A më qanë? Për me shumë që shumë. është tapin në këshill. Ku të merë salata, merë zhyte këtu të balzami, ko që e ke këto aceto trash, zhyte mirë, që ashtu.
Bravo, Ana. Bravo, Ana. Shikuar. Po më pëlqej ka dhe më. Edhe pëtë më pas në haru. Vetos. Me janë qitë balzami, konë. Edhe unë normal, Ana, nuk ha shumë salat. Po, hajt pak edhe mu. Po. Wow. Qita e marrë gjatë verës. Se sa shpejt të thonë. Sa shpejt të ke bo. 3 minuta punë. Tak, tak, tak. Bravo. Veç i blenë qëto produkte, Edhe është sezona e drellzave kubar. Një salat shikues, ata ndrojnë pak, ikni domatës, shkoni me drellzën. Wow. A beson? Internetin e kom si inspirim, që drellzat, jap drellzat e pak të Internetin, me që ta mani sali vetë edhe në sot. Shikues, gjithë kemi internetin inspirim, por sot u inspirova vetë, duke thonë kë nuk e ha këta, nuk e ha këta, nuk e ha ato. I mora 2 grusht ara, i mora nga shtëpia. Kisha pas edhe rushtat, po i kish dole afati, shikues. Edhe thash, rrugë kollën e kisha ble ma herët, thash, okej, po dalë po i blej drezat edhe rushin e parë. Por me të vërtet shikues pa modesti, edhe unë jam unë, po thash që nuk jam fort disponim. Sot ndonjëherë nuk ndjemi mirë pa arsye me arsye, por më disponoj kjo sallata, shumë më ashtoj një dozë lumturie. Tepër. Apo mërzitë që të më burek ajo? Ja. Kjo shia e verës. A shia verës? Ma madhe me luk, po hajka interesant. Wow. Edhe që dhe qëmë, rukolen nuk e ha, normal. Shkoj. Tash? Ti me hangër, apo? Qështu po? O din me gatu? Pa. Qësha ma në vetën t'i gjallë? Gataj, baj boksat muj, edhe me një aplikacion i baj kështë tracking ushqimin tem, për sa ha, sa gram fat, sa gram proteina, sa gram... Që disa vite. Shtirë ku ka me jetu me ty, ti me gjithë një grumet, me të mash gramazha të single forever. Ja, ato këm bo që disa vite, këm lanë për disa vite prap. Po tash që 3-4 muja pet që jam të i shkru. Ama wow, hala jam me mendime këto të salata. Po në me? Shumë më vjen mirë. Zona, sepse unë gatuj për shikuesit, pa tjetër, për shikuesit dhe për shtuarit e me. Sa mirë shikusa, zemra mal mu. Në kanë gjele do pak, të du të mi la dhamë, po s'kemi brusha. Po shkojmë marketing? Në të këthemi, kemi shumë me bisedu për ty. Me fjallë të tuja, për mes sa kamere këto, shikuesit sa po janë zhru, diaspora, gjitha ndej po në ndjekit. Aja vlerë, sot dit e djelë. Ta gatuajnë këtë salat, dikush po të i rukolla me drellza. Fjallë të tuja dhe kërkoj marketingun. Heq mos me ndoni shumë. Veç nisjeni, këto 3 minuta shkojnë ashtu kështu, pregadit një këtë salat edhe kënë mi janë ditë vletën. Marketing? Marketing. Hajti kënu, hajti. Qa me kënu? Marketing. Delnin marketing, yeah. Shikues, u rikëthyem nga marketingu. Krejt ju që sapo e një zhu, jemi live dhe në kanalin tonë zyrtar, shija e Anës në YouTube. Like, follow, subscribe të gjitha rjetët tona sociale. Jemi këtu me Kubën, për ndryshe, emri ti vërtet është Shkelzem Rexhaj. I lindur dhe i rritur në Gjermani, mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta. I dha shikues, prej ngaje, ka prej cërce. është farë cërce mërë është dzërc. Dzërc, të i dzërc? Cerce. Dzërc. Na cerce tirëm. Apo a? A është dzërc a cërc? Cerc. Qështu është, ha? Unë jo mësu me cerc, ashtë nuk e di. Po se i e Gjermania ati, a dzërc a kja, po? Hajde të i dzërc? 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 Po? Po se unë i thash dzërc, i thash shpërtesa shikus. E unë e cerce ku mësu, po? Ja, është dzërc. Okej. Hajde të i dzërc? Dzërc. Bravo. Mësova.
Mirë se na ke ardhur të Shijonës. Mirë se u gjeta. Mirë se po takoj pas gati 6 viteve. Cilin emision? Mëngjesën KTV ka qenë apo ka qenë Jeta? Cilin emision të kom pas? Jeta më duket. Te Jeta të kom pas? Po. Kom haru? Edhe unë. Okay. Besoj që te Jeta. Okej. Sa kënaqësi, qëran? Kur takoj njerëz, për shembull puna ime që intervistoj, po shumë e bukur. Këto shikus nuk e din, po e di unë. Atë shumë njerëz kom intervistu gjatë këtyne 16 viteve që kom haru edhe ftyra, ka pas raste kur më ka përshëndet, jo bokin se pe një, ose më ka ardhë keq për më falë, për s'po më kujtosh, pa me rakta se të kuptoj. Edhe janë një grup tjetër i të ftuarve që nuk harrohen. Një prej tyre ke qenë te, po da, Faleminderit shumë. s'ka përse, një djallë shumë i edukum, shikues shumë i qetë mbi gjitha. Edhe me emisionin Jeta unë atë kohë realizoja intervista me shqiptarë të suksesshëm, njerëz që po bëjnë diçka ose kanë bërë diçka që nuk i njeh publiku. Ka qenë një projekt i jemi mjaft i suksesshëm. Edhe bashu interesova atë natë, tash hajtë shoh kush po futet në fermë, o zot kur të kom pam ka shku buza gaz. Tash kuva. Mirë dhe mirë për ty. Faleminderit. Prita që kemi shku larg, nuk shkove, po tash kom haru, plotësom atë. Po. Atë votun që dole, a vendose me dalë ti? Cila ka qenë se kom haru? Unë nuk vendosë me dalë. Ti vendose me dalë. Po. Pse vendose me dalë, more djallë? Pyetje e mirë, unë kështu normalisht pe ditës parë deri në fund u kënaqa, po dyqysh Sa ditë i bona? 17 ditë. One si pas ka buba, pak shqipë. 17 ditë me 20 vetë me jetu një vend. Okej. Për mu që unë jetoj vetën që 15 vite, edhe tani me një moment 20 vetë çdo mëngjes edhe krejt, kështu janë njerëz të mirë, po shumë energjia, edhe më në fund mu ka ba pata apet nevoj për privatësi, për vendin tem. Çka ndodhi, apo te ënkth? Psikologjikisht nuk ishe mirë, tregona? Jo, psikologjikisht mirë, krejt Mirë mirë, që. po o qova mëngjes, Okej. disa herë edhe mendova sa mirë është ka unë më qu në vendin tem. Qetësi, as në zonë, as në kamerë, veç une. Po asu duke interesante aty tash në ferë, Super në interesant. shtaz, në katon, se s'po di ku keni qenë. Super interesant, edhe mu që ajo puna me kafshë më ka knaq. Çdo mëngjes, kur kom punu atje te delet, kur jo kom pastru venen, jo kom jep ushqimin, Ka lezet shumë. s'ka punë më të mirë. Une e kom pas ftesën nga Aha. ferma në edicionin e parë, Aha, edhe babi im është kundër këtyne Reality. reality shows. Tash të lutë, na i thash lem në ferma. Lem i thash se po shkojnë katon. Uj e sapun, uj edhe sapun ftyra, nuk ka grem, Po. s'ka flektar. A kupton? Po. Shkoj pak në fshat, i thësha. Po. Dhe ta shohin një anë tjetër. Edhe po them, Qash. shumë prej fancy jetës në një jetë krejt thjesht. Unë jo me thjesht jashtë kamerave, as nuk grimohem, as... Edhe e binda, po ma ndi u vënu në gjirime, edhe nuk pata mundësisëm se kisha shijen e anës. E vërtet, po njeri u haron që ka kamera, as harove të një moment që ka kamera? kena haru shumë herë. A keni haru? Po, po, Hajt unë kam kalzon. një punë që ka herë dhe të shiju momentin këshyri gjithka, se du me kujtu që ato sene që ndodhen, këshyrin Havaj, këshyri Lisat. Edhe tani dikon nërmjes e gjera pet kamerën edhe dyqysh ta këthena pet mendimin se jetë. Nëse nuk gaboj ti ki studiu psikologji, pedagogji, që ke studiu konkretisht? Jo më gabe? Jo komplet që atë drejtim, po është si një certifikat që kom ba për një vjetë të gjys, ekstra afër punës, që miret me komunikim, me pedagogji për të mdhajve, për të rritur, edhe me psikologjien. Edhe që ata bana një vjetë të gjys për me punu tash me firma, me klienta, me ekipet të firmave, edhe me persona kështu veç që do me punu me mu. Kështu që edhe firma ke eksperimenti bukur në qatë mënyrë. I ra pishmon që dole? Jam i lumtur që e kam privatsin edhe lirin, po kur pisha, po më vjen, qysh po them, po më ka morë malli mi pa ata njerëz aty mrena. Kusht, ajde 2 persona që je i lumtur që i ke njoftuar. 2 nga persona? 20. Vanessa dhe Moza. Edhe Moza. Avioni, edhe Gresa. Edhe kej tash. Kej. Po. Moza, që kam sove për Mozës? Pe Moza ma ka kthy mu pak mendimin që unë kur jam rrit, shumë herë kom pas disa mendime kështu filozofike. Edhe mas një kohë kom besu që s'ka vend në këtë botë për temën filozofike me shku shumë lartë me atë temë, se do të me punu shpejt, cakt, me temine me konë efektiv.
Edhe moza ma ka kthy mu atë mendimin që është mirë që jam unë që mirë në shumë me filozofi, se është pjesë e madhe e vetës. Edhe pata mundësin me dëgju ma shumë se sa me folë. Edhe që ajo më ka jep shumë se. Sa po du që të folë shumë as folë, bete shumë, e ma i qetje. Flasë kur kam diçka me thonë. Okej. Po më pëlqen kjo shikus. Po, se pa tjetër s'kam që me folë. Po, okej, e bukur. Duhet more pjesë në kënga magjike. Po. 2019-2025, në vjetor 2025. Po. Kisha pas shef atë këngën e 2019 që unë besoj që janë të shumë të ata që i ki prekën tela me atë këngë, mu më pëlqen shumë. Faleminderit. Unë është di me këndu, po, këtë këngë ta du. Faleminderit shumë. Edhe po kam dëshirë unë dhe gjithë shikuesit që më na shohin, ta dëgjojnë nga te. Si pregadit, po, të knoj. Si është, edhe? Dëshiroj të shndryshe, dëshiroj të shndryshe, kjo është një loj dashni që na prish në dy, prish në dy. I kisha thonë shikus, mos u ndalë. Super këngë. Faleminderit shumë. E ke një mënyrë, një stil të kënduar që automatikisht e ndron e hollon zonin, shumë pëlqen. Faleminderit shumë. Prej nga vendose këtë stil, çfarë stili është këna, trego pak. Nuk e di çfarë stili është, veç që unë kur kënoj, e kam një që këngët që i shkruaj edhe që i kom punu gjithë, faleminderit shumë ona. E këngët e mia janë për mua si i përjetoj që ato situata që i kom përjetu atër e përjetoj apet. Hajde dhe njerë, po dëshiroj t'jesh ndryshe, hajde që i mbyllë dhe dhe dëshiroj t'jesh ndryshe, dëshiroj t'jesh ndryshe, kjo është një loj dashni që na prish në dy, prish në dy. A je i lumtur që kjo është kënga jote? Po, jam i lumtur që kom përjetu qatë situatë, edhe që ka dhimt pak atëherë. E ke shkru kjo ka të bëj me ndarjen të ndë? Sa vite lidhje? Nuk u kanë shumë vite, po u kanë shumë intenziv. Ajo lidhje shumë intenziv. Edhe kur jena taku e kom ditë në qatë moment, kena me pas një kohë shumë të bukur, po edhe kena me vujt shumë kur përfundan. A e din ajo që e kene diku këtë kohë? Po. E ka pa edhe atëherë edhe ma ka uru gjithë të mirat me atë kohë me du. Edhe jo e do në kohën, edhe shpresoj që e gjithë mirë, inshallah je mirë. A kupton shtë? Po. Okej. Sepse italianë shikuj të që. Ja, italianë kanë tjetër për veganizmë. Ma herët kishinat me një lidhje tjetër, edhe rajo lidhje t'ju bune vegan. Ja, ajo deshti me mba vegan. Jo deshti. Po, edhe unë atëherë i thash, po qëfar vegani? Qysh, unë shqiptar me mba vegan, unë mishën e du. Që baba! Ju mësu me mysh edhe tamel që gjam rami, kom pi një go tamel. Bravo. Kështu ma ka kajt edhe kom do shien gjë. Qysh të sarkona, qysh më rem ferm, kja atja se mjele lupëna? Ja, ase kom mjel. Se u e tuta. Ja, zdesha, unë i kom pastru venet që kom qitu shimin. Që ato janë të mjetë, obligimet të mjetë. Ja, atëherë se kom kujtu kur që i bana unë dikur vegan, se u kanë shumë largë pej mendimit tem. Po tani para 5 vite kom pa një video që mi ka tregu trajtimet e kafshëve atje në disa kompania që i kanë kështu një mas një aty. Edhe për mendimin tem, qysh më ka mësu mu nana është, nëse unë du respekt, njerëz me respektu mu, unë do të edhe me respektu botën edhe njerëz. Edhe për kuptimin tem, ata kafshët nuk po respektuan, kështu që unë nuk du me morë pjesë në qatë sistem. Qka thanë mami, babi, kur vendose unë bu vegan, a je mëre normal? Se kanë kuptu në fillim, se kanë kujtu është vetëm ushqimi. Po nuk është vetëm ushqimi, është ushqimi, janë teshat, parfimi, shamponi, krejt produkte. Kështu konsumimi për çdo ditë që konsumoj, ndryshon komplet. Se sa vite e vegan? 5 vjet. 5 vjet. Kur vjen Prishtinë, ke vështirë me ushqy? Këtu ka plot vene. Ka? Po, vene që pregaditin bukën borekin. Dje hangra kështu borek, edhe sandwich edhe do sene. Po, edhe do që i bajnë edhe do tortë, do sene shumë qeshë. Për në kafe të? Kafen, të firma ja kom njësë. Ha? Se kom pi për para, kafe kështu dzezë. Kena me pi nesër kafe, shikus. Kena pi nesër? Sot është në zonë, kështu që nesër kemi me pi kafe në gjës. A përdor oat milk? Oat milk, shumë shbajame, oat milk që të... Po, aty ka oat milk. Ka? Je, kena më knaqë. Kafe me e minë Prishtinë. Ka ratë pyte nga publiku, dhe disa komente. A është po ati përgjigjemi, kështë ty haru shikusa për shë? Hajde.
Hajde shkojmë. Opa. A je lidhje? Nuk jam, Qysh më rësje? nuk jam. E pse? Disa vite nuk desha. Okej. Disa Mos e vite qo nuk larg. desha e tash... Tash e hetova që disa muj që nësha jam gati. Gati, hajde për hajde, shkruni. Hajde paq. Përveç këngës që do nxjerri me Vanesën, apo përgatit diçka tjetër para kësaj? Po, janë disa këngë që i kom pregadit, shqip edhe anglisht. Të dyjat se kam diçka me thonë në të dy gjuhat, kështu që në dy gjuhat vinë këngët, edhe kom pregadit një Në të libër. dy gjuhët, me gjuhët. S'ka lidhje. Pa, Shumë e kom mirë pregadit, fletësht. faleminderit shumë, ka Hajde. herë hala jam të mësu. S'ka lidhje, bravo. Hajde, Hajde faleminderit. thuja në të dy gjuhët? Në të dy gjuhat i kom pregadit këngët. Bravo. Të faleminderit. Që i vjen gjermanesht apo anglisht? Anglisht edhe shqip. Okej. Edhe dy libra vinë. Hajde, du të flasim për librat, ma ndej, mos Okej. në zbuljo, plet. Okej. Me cilën nga gocat e ferma VIP 3 do dojë të kishe më shumë komunikim? Kjo është pyetje interesant. Me speca, pas ka pëlqy dikush. Kjo është pyetje interesant, se në tjetër intervistë kom thonë që një vajza që mrena, i thash ma në fund kishëm pas mundësin me folë ma shumë, se dyqysh si person më ka interesu te për si qyshosje edhe me qetësien që ka pas. Hajde të zbuloje? Ja, i tham njëherë asaj. Jo, asoj? Njëherë i tham Ja, asaj. kryje njëre së. Hajde se ka ba, kjo emision del kur kryet firma. Ja, ata që e këshyrin firmen e din që jo kam janë që jo kam shumë e qetë. Shumë e qetë edhe shumë kështu chill. Hajde të jamre, so krye firma. Kohën kur shkon kjo emision kryet firma. Ah, po? Po dhe? Sigur? Po, nuk Okej. kuptaj. A kryet Ja. firma, a kryet firma dhe i fund muajit? 2 javë në qershor është. Po, do që atëre shkon emisioni, ka Okej. qeshori, pa me rak. Okej. Hajde, Okej. hajde. Po, ave, po. Thije, thije. Ja, unë kisha pas qef me ditë, a kena disa, qish me thonë ato, a kena një kuptim të njëjtë me Kimi, disa ndoshta, sene, një mendime. kemi nështë, po. Kisha duft me pas qef, kisha pas qef me folje edhe ma shumë me Anadën, Anada, okej. po, edhe me zbulua kena një kemia jo. Se kështu pe disa perspektiva që e pash, aty më pëlqej. Okej, super, suksese. Faleminderit. Dhe pyetja e fundit, nëse e kishe fitu çmimin, çka do të bëje? Çka kishe bu ma të pare? Nëse kisha fitu çmimin, Po, 100% në kisha blerë një firmë të vogël, ferm, po, qy. 100%. Se dikur e di që ashtu kam e jetu, që ata kam zbulu për vetën. Edhe me një pjesë kisha pagu në pjesë të banesës në Gjermani që nona jam e ka ble, kështu e kisha pagu me qatë para. Në çfarë djali, pas ka mami. Qa pithu mami në të momente për mësë të jove? Mam, faleminderit për krejt që na ke mësu. Cute. Më ki të regu mu që kanë marrë 2 libra. Po. Sa entuziast që po, e që i vetëllën. Po, Fa libra. Në liber është për leadership, kështu taman me që ato mësime që i kom ba me psikologjin, pedagogjin, gati 10 vjetë që më kanë si lider në ekipe atje në Gjermani, edhe kom ba një liber për ata që fillojnë si leadership, ose ata që janë të bashkë shumë gata dhe që kanë hu pak Okej. shikime që do të mësjell. Edhe tjetër është një histori e gjatë kështu me shokëshoqe që pan përjetojnë. A ishe këthy me jetu në Kosovë? Dikur po, për një kohë me siguri, këshirë se une jetën la pak qelë kështu opcione që i kam. Kisha pas shef me jetu në Kosovë, a për gjithë të shohem, po për një kohë 100%. E kështë shku atje në cërc. Në cërc, në stok atje. A shkon atje? Nuk jom kanë që 2-3 vite, do të më shku prapë. Më të kjo artë është këto ki familjar. Do të më shku, 3 vjetë e kelon. po, do të më shku prapë. Qka i pëlqen ku... okej, hajtë, se qka i pëlqen. Ate para shkelzen Regjaj, Po, KH-UBA. po, Qka Kuba? po. Të no, normal, kjo farem me ja kalion vetës, Kuba. Qa është aja? Në shoqë që ma kalon. Ha. Jom kanë kamarjer edhe ajo s'ka mujtë me thonë shkelzen atje në Gjermani. E, më kujtu që tash kjo moment gjesha aveshe, moti në intervjist, hajde falë. Kamarjere ajo, jena kon kamarjer bashkë në punë kështë puna 2 që ku pas. Edhe jam tha, jo po do kështë si djali i dajs, i saj, edhe aje ka pas emni Jakob Kuba, e kam thirë. Jakob Kuba, për kontraste, po. Kuba, po tani më tha po do kështë si Kuba, të thirëm Kuba. Ajo, tani krejt punëtorët, krejt klientat,
shoqëria ja ka nis. Dhe me KH, se në telefonin saj, me K, kam djali dajs. Edhe para disa muje ku morë vesh që në gjuhën persiane, persiane, do me thonë unë jam mirë, Kuba. Unë jam mirë. Po, se cilët që e thot Kuba, e thot vetës unë jam mirë. Kështu që atë u gëzova. Okej. Dole nga ferma, ndajte pak në Shqipëri, erdhe pak Kosovë, shkove pak në Gjermani, erdhe tash apostafat për këtë intervistë që unë të falenderojmë shumë nga zemra. Falenderoj për te. Edhe tash hotelin e ki prej meje, okej, ta unë ta të luta nëse ki mundësi ta, nëse të kthejem pare ta në lo hotelin nëse po shkoj me qëndru të disa familjar, pa shmirja ki bo. Jo pëse në ki kur si mu. Po, knatësi, me i taku pak familjarëve, sepse largësia e bënd vetën, thojnë largë syve, largë zemrës. Qysh ka kalove me ata familjarët? A ditën me të gatu diçka vegane ajo? Po, qysh thot Fatmire të fala, aja thot, po ty po hangshë si këtyne here. Si për para. Tash pa qashtu, krejt me pregadit, me speca, me krejt qashtu. Komplet menyën ma ban, pasullin e du shumë, pasullin ma ban. Po e u rejën e. Po, hangja, një shumë. Nuk e kum dash kur kum jetu bashkë me familjen, po masë jom dal. Ka hekur. Ka hekur, po. Edhe firma e din, se krejt për shkak me 30 pasol kanë unë. Po, e fort kizë, baj, kure ku po, që ta more një notë, ja. Se e keni po që ku s'kuru fut, i tha Arbana, tha, zgjetë, qa për ju merë. Qa more pasull edhe fruta. Pasull për kështu hekur edhe proteina edhe fruta për sheqer kur kena sfida. Po, veç pasullit a prish barkun, ma ndej 20 veta atë. Për 2-3 dit mujna na me jetu ashtë. A vëthu, a? Pa. Cila ka qenë sfida ma e madhe në shpe? Përveç tushit, që dush me hi mullo edhe... Ajo ke interesant, sfida ma e madhe për mu... Nuk e dija ke sfida ma e madhe, po qa kom mësu në për veti, qatë qetësi që e kom. Okej. Sa gatë muj me qëndru me qatë qetësi, edhe pa më lanë diçka me mprejk mu afer. Edhe nëse dolin konflikte a nej sen, që ato e pata mundësien me përjetu vetë që jom kanë të analizu, të mësu që pëndodhë, pa më lanë me mprejk. Edhe që ato e dyqysh, kemë se me mirë. Atë nuk e ke telefonin? Heq. O, sa mirë. Heq. Bravo. Unë e komendu që telefonin gjda det kana me lypë, po heq. Në piano, me kafshet edhe me krejt, që ato dita na ka kalu. Ka shku. Sa mirë. Flasim pak për këngën. Këngën e radhës që u shfaqe në kënga magjike 2025 dhjetor. Si quhet kënga? Afro. Këngët ti veti shkruun. Po. Veti realizon, në trego pak për këtë. Po, kënga Afro ke para këngë që nuk e kum shkru komplet vetën, po ka shkru një producent italis, Olsi Arapi, edhe i shqiptar. Ma ka ofru këngën edhe kur e dëgjova për herë të parë, fjallë të parë më kanë kujtu një rast familjar. Cilat janë të fjallë? Ke ikë si heshtje e busht, si heshtje e but dhe unë e meta pa tingu. Tregona për këtë këngë, se po heziton që ku s'po dhe me këndu. Po, ajo këngë emocionon shumë, se është një rast familjar që ka ndodhë dhe djali dajës tem, që ka ndruru jetën para disa vite, shumë i ri u kam. Ja kom dediku se... Falemderi shumë. Atëherë kur ka ndodhë ajo punë, në njëherë nuk desha në kënu ma, për disa dite, se nuk e ndjeva vetën mirë, se nuk ka përshat me kënu. Që ato dite jo mba javë, jo mba muj, kështu që s'kom kënu heq. Edhe tani kur i lexova fjalët e tekstit me njëherë dita dedikimi për ato, e kena ndru pak tekstin për me përshtat situatës, edhe që aty ku dole atë kënga magjike komplet dedikim për ato, për familjen. Kështu që u gëzova që pata mundësin me ndatë qatë moment me familjen kështu. Edhe me publikun e gjërë. Qash, no. Ta ndosh me neve tani ka të gjoj? Këngën? Pak. Pa. E di që e ki shtirë, po hajtë. Pa. Pak. Ke ikë si eshtje but, e unë me ta pa cingu, shpirt më ngellet në vend, që se mer askosh, qona me emnin tonë, që s'ka me flet për ty, se më sheli syt pa e ndje, ata që hupa në ty. Faleminderit. Faleminderit ty, Jona. Më falë, se Jo. ziva emocionat. Ja. Këngën e ki bo, Pa. për me kënu. Pa. Pa. Ja, disa këngë janë ma letë për me kënu, disa këngë janë ma rëndë, pa. Qështu se për mu muzika është në sen shumë sinqerë, kështu që
Mendon të vazhdosh me muzikën? Po, patjetër. Muzika pjesa jeme. Çka do thotë për ti muzika? Muzika është për mua një mënyrë që shpreh unë ndjenjat e mia, përjetimet e mia, fjalët e mia. Pesi unë kanë i vogël, shkon si terapi, dyqysh. Kur i kom shkru këngët, eksperienca që ka ndodh, tu i shkru këngët i kom kuptu që ajo më të ndjenë. Edhe deri në qatë moment kur që ato fjallë që i shkruva kanë tingullu tamam që ishe pa të ndjenin e kom ditë që ashtu jam të ndjenë. Kështu që për mua është shumë pjesë e madhe e jetës. Unë nuk di që do të duke kjo jetë pa muzikë. Babi jem i cili nga ka eduku, nga ka lëshu gjithmonë, nga ka rritë me sa në remon e muzikë shumë mirë fill. Aje pa të thonë një koment para 3 viteve, pa ta shkute Andrea Bocelli në koncert 30 vjetorin të Skanë, ka qenë në lotëm ka ndalë, ka shumë emocion. Edhe baba tha, se i kalëzisha që përshkaj koncert. Shkenca kryesore, tha, që ka krijuar njerëzimi, është muzika. Sa e bukurit ato në kjo. Me të vërtet, asu nuk e di qësh, edhe më në qudite, unë në shpe kur tire, e lëshoj televizorin, lëshoj muzikën, nuk ujnë me najtë muzikë. Muzika është tjekë. Knatësi që t'intervistova, knatësi që t'pash, sidomos kur t'pash në ekran, t'a shok Kuba, sa ko ka rritë. Unë dëshiroj shumë suksesa, në t'u hapë dyrt, po shpresoj që 17 ditë ke qenë në film, besoj që pak t'ka ndihmu, pak ma shumë, vetë njof publiku. Edhe pse ke qenë pjesë e këngës magjike, po a e vrejtë në rrjetet sociale? E kom vrejtë në rrjetet sociale, edhe kom vrejtë në Tiranë edhe në Prishtinë, kështu që edhe përshëndetje se cili person që edhe më folë gjatë rrugës edhe ma jep dorën edhe kështu shumë fjallë të mira. E bukura. Shumë e bukur. Se edhe me që ato fjallë po më jepën frymëzim që jam mirë që jam, se atë mrena edhe e pyet veten se unë jam ka më i qetë. Po, ti je shumë i qetë. Edhe kështu pesha që është në rregull që jam i qetë. Super. Po të shkojnë kjo natyr. Faleminderit. Shikues, po shkojmë me marketing, edhe kthehemi, do ta mbyllim emisionin bashkë? Po. Edhe kafe s'kena me pisot, po kemi me pi nesër. Po. Hajde. Mos ndrani kanonin. Shikues, u rikthyem nga marketingu. Emi kthy shikues për me do ta mbyllim emisionin bashkë. Krejt për fond, po du mi falenderoj juve që çdo të diel tash e 4 vite. Jeni me shije në anës, 4 vjetë, se pyetje ma jeme të sa i boni shia. 4 vite. Valla po fluturon koha. Faleminderit. Se kisha besu. Unë nisa për një aventurë të bukur, por ju pëlqeu shikues, dhe ja ku jemi. Ja ku jemi. Faleminderit shikues, faleminderit Roberto, faleminderit produkteve italiane. Sot kishim 3 produktet e Pontit. Kishim vajin e limonit nga Monini dhe kishim usullon e mollës së kuqe nga Ponti dhe aceto balzami kontrashëm, të cilat i dhanë super shije sallatës. E shtina djalin me e pëlqy rukollën, ta nuk e ha tha, se e ka tha aromën ta shijen intenzive, edhe i thash që e kom zbut. Shumë që shumë. Nuk e kom prit, po mësova. Presë ma botek tash. Po. Ta bëj. Po, tjetër. Tulipan Flower Shop shikues krejt ju që po doni me egzotikan, bleni lule, zbukurani ditën dikujt. S'kene nevoj një buqet, se thot dikush po kushtojnë shtrajt, një të rëndafil, do të thotë shumë. Ujë të pelen ujë më i mirë shqiptar, që të kishim ujë nga Argo Grupi, lesëti nga Dashi Krasniq që i kam regullu flokës, mu kam prisha, para 6 orëve i kam regullu. Shumë moti shikues. 8 orë mëre pas kanë kalu. Dhe Jana Isufi për grimin, Caki për kamerën dhe nervat me mua, tash e 12 vjetë që po busqesh, që punojmë bashkë. A kemi falenderu dikëm për na shohin shikuesit? Po, e falenderit gjithë kuj që e kom taku gjatë rrugës, kudo ku jam. Pa. S'kam që thënë pa. Shumë suksese. Gjithashtu. Kemi një dhurat nga Argo Grupi, s'kan ngell, këtu kemi shumë pak, ne ka ngell vera e kuqe nga t'i këtheshe dhe kemi sangria. Qka për ty? Unë spif, falenderit. Spin? Ja, shumë radhë kështu që. Po, me ta dhënë dhurat për nëjë familjar? Ja, s'kam venë koferën. S'ki venë koferën? Ta paguj koferën, okej. Pas ka ardhë me qanë vogël shikus. Pa, s'ka venë. Ane, s'ka lidhja. Unë po të përshëndes, po të falendrona dhe njerë që erdhe nga Gjermania, veç me realizu këtë intervist. E vjerësoj shumë. Të pafsha lartë e ma lartë, ke një zët mrekullushëm, mos unë dalë. Edhe bashkëmirja bone që e fut në firma,
edhe po se ka je e qyshi. E po veç i si e për aty. U knaqë 17 po eksperiencë. Qashtu. Qka për ju të shiku të shpëra ndjekin në të momente? Sot ditë e djela për ju dëshiroj një ditë bukura. Ju dëshiroj një ditë bukur edhe do jeni kush jeni, se mirë jena krejt. Krejt fëmijë të Zotit jena. A shkum? Pa. Hajde, shkum shikus, kaleni bukur.